17 akuza për vrasje do të ngrihen ndaj rreshterit të ushtrisë amerikane Robert Bales, i cili më 11 mars ekzekutoi civilët afgan në Kandahar. Akuzat kundër tij përfshin edhe tentativë vrasjeje, 6 akuza të sulmit të rënd, braktisje të detyrës dhe shkelje të ligjit ushtarak. Ushtari u largua nga baza e tij në Afganistanin jugor, shkoi në 2 fshatra dhe vrau 9 fëmijë dhe 7 persona të rritur. Në disa raste ai dogji edhe trupat e tyre. 38 vjeçari u transferua në një burg ushtarak në Fort Leavenworth në Kansas. Pas largimit nga Afganistani drejt Kuvajtit, ai mund të përballet me dënimin me vdekje. Talibanët reaguan ashpër për ngjarjen dhe një zëdhënës i tyre, Zabihullah Mujahidin, i tha agjencisë Reuters me telefon se ky ishte një veprim i planifikuar dhe se talibanët do të marrin hak ndaj forcave amerikane. Ata nuk i besojnë gjyqeve të tilla. Rreshteri Bales është i vetmi i dyshuar për vrasje, ndonse afganët thonë se në sulm u përfshin edhe persona të tjerë. Avokati i ushtarit që hodhi poshtë pretendimet se klienti i tij kishte qenë i dehur ditën e vrasjeve deklaroi se kujtonte shumë pak nga incidenti. Ushtari kishte pësuar dëmtime në trup dhe në tru gjatë kohës që shërbente në Irak dhe ishte i pakënaqur që do të kthehej me një tjetër mision. Ngjarja ka përkeqësuar marrëdhëniet me Kabulin. Ajo çoi në kërkesën për përshpejtimin e largimit të trupave nga Afganistani. Gjyqi i Bales mund të zgjasë disa vjet, ndërsa afganët kërkojnë gjykim të shpejtë dhe të drejtë.